DJ Fairfax, mirë se erdhe në Bordeaux. Përshëndetje, si je? Si u gjende në muzikë fillimisht? Ishte një rastësi, një pasion i ytim? Një pasion që kam pasur kur kam qenë e vogël, kam qenë këngëtare solo kur kam qenë fëmijë dhe i bija shumë pianos, derisa familja nuk ma pëlqente, nuk ma aprovoi dhe lash i futa shkollës. Ndërkohë zgjodhe që të bëhesh DJ dhe nuk mori një drejtim tjetër në muzikë. Pse kjo zgjedhje? Unë jam dhe producer, krijoj dhe këngët e mia, traqe. Arsyeja pse është sepse, siç e thash, familja nuk është se ma suportoi kur isha e vogël të qenuar i këngëtare dhe me i kisha çiksi insecurity kur rrita u bëra adoleshente që të këndoja vetëm dhe fillova Gjete një mënyrë tjetër që prapë të ishe e përfshirë në muzikë. Po. Pasion gjithmonë kam pas muzikën edhe mora një pajisje të vogël, kam filluar kur kisha një barbershop, hapa një dyqanin tim në Toronto dhe fillova kështu për qef, kur s'kisha klient, luaja traqe kot për qef, nuk e mendoja kurrë që do bëhesha DJ, ta synoja për diçka big. E ke ndjerë ndonjëherë paragjykimin si vajzë DJ në këtë industri? Vetëm nga familjarët, nga nënat e mia, nga njerëzit e tjerë të drejtën kam pas shumë support, e kam pëlqyer shumë për guximin që unë kam që jam DJ goc dhe as paragjykim as këtu as jashtë shtetit. Kishin një pritshmëri tjetër ose kishin dëshirë që ti të kishe një profesion tjetër, nëse po çfarë? Familjarët? Po, unë kam mbaruar shkollën për computer science, shkencat informatike, edhe e bëra 2 vite si profesion, por nuk e gjeta veten. Ishte diçka që isha shumë e mirë, po nuk ishte diçka që e bëja me zemër. Ndërkohë shumicën e jetës tënde ke qenë Greqi, pastaj në Kanada, pastaj në Spanjë dhe aktualisht je zhvendosur tani përfundimisht? Përfundimisht fjalë madhe. Okay. Po gjeta burr shqiptar po. Do të një single. Po. Si e mendon partnerin tënd ideal? Të kemi komunikim shumë të mirë, është gjëja kryesore për mua, edhe kështu në pamje nuk është se kam një fizik specifik që e dua gjatë ose të shkurtër ose whatever. Thjesht të jetë njëri i mirë, të më doj mua shumë fare, të lër kokën. Kaq. Kaq e shumë. Po. Si të erdhi mundësia për të bërë pjesë e Fermës? Unë erdha rastësisht këtu për një problem familjar që kisha. Dhe një 4 ditë nuk mu ik dhe rastisa që takova dikë nga produksioni dhe më bëri ofertën që nuk e kisha menduar fare, nuk kishte diçka që unë e mendoja, se më kishte ardhur një propozim tjetër nga një emision i tillë gjithashtu. Vjet dhe nuk e kisha thjesht direkt tash jo. Kësaj here nuk e di më pëlqej kjo ideja e Fermës, kafshët, ishte shumë e veçantë, shumë interesante dhe thash why not, ta provojmë. Çfarë do cilësoje si më të vështirë dhe më të bukur brenda Fermës? Më të bukur ishte vetë Ferma, shumë e bukur, shumë e bukur. Kafshët ishin një eksperiencë shumë e lezetshme, ne duhet kujdeseshim për kafshët vet. Kishim një qingj, na lindi një kec, 2-3 ditë mbasi unika, edhe një viç. Kjo ishte gjëja më e bukur, ndërsa më e vështira ishte njerëzit me 2 fytyra, që they don't stick to their word. Qa thonë tani, nuk ta thonë për 5 minuta edhe kjo gjëja është diçka që mua nuk është se më pëlqen shumë, që ndodhe në jetën reale, jo vetëm aty që është lojë. Çfarë ka ndryshuar tek ti pas daljes tani nga kjo eksperiencë? Tek unë nuk është se ka ndryshuar shumë gjëra tek unë si person, ka ndryshuar që mua më njohin shumë njerëz në publik tani dhe kur dal më njohin, më flasin me emrin artistik dhe më vjen mirë, më pëlqen sepse njihesha po jo nga njerëzit e thjesht më shumë nga industria. Cila ka qenë puna në Fermë që të ka pëlqyer më shumë? Unë gatuaj shumë. Kjo është diçka që bëj në përditshmërinë time. Në Fermë që ka lidhje me Fermën, më pëlqenin shumë kafshët. Unë merresha me kecat dhe me kecin, me dhicë edhe me delet. Pëlqenin shumë kafshët, shkoja mblidhja vezë, punë fshati që nuk është se kam pasur mundësinë ta kem si eksperiencë reale në të vërtetë. Ke jetuar në fshat më përpara? Kur s'kam jetuar në fshat, po daja im ka një fermë në Toronto, që është njësoj, po nuk është se jam përfshirë shumë që të merresha me kafshët. Thjesht unë shkoja, shijoja pishinën, vetë fermën edhe nuk është se
të bëja dietën e fermës, se ishte edhe shumë strikt që mos mi prek kafshët, donte të kujdesej vete dhe ja lija. Të erdhi keq që dole kaq shpejt? Do gënjeja po thoja jo. Po, më erdhi keq sepse la shumë gjëra jashtë për të qenë pjesë e fermës. La shumë data që i kisha në Barcelonë dhe jo shumë mirë sepse ishte punë ditësh që ju dola nga llafi shumë njerëzve, që nuk ishte gjë e mirë, por kjo është jeta, ndonjëherë duhet marrë disa vendime. Edhe shtëpinë që lash humba shumë si financiarisht edhe me njerëzit, nuk pata po i rregulloj gjërat me ta, por Çfarë mendon se të penalizoj që u largove kaq herët? është një pyetje shumë interesante, të drejtën. Jam përpjekur që të mos mendoj gjëra që nuk dua t'i mendoj dhe kam marrë kështu easy going, simple. Ndoshta nga që nuk është se më njohin shumë, tani po, më njohin, por nuk është se më njihnin shumë njerëz në publik, këtë dua të mendoj. Pra mendon se duhet kishe një audiencë më të gjerë. Me kënga banorët ke vazhduar miqësi pas daljes. Anadën, kam folë me Akilin, jam e sigurt që Moza kur të dalë do e ke mike, gjithashtu se kam pas shumë afërmitet me të. Jonidën, po Jonidën e kam pas që para këto të tjerët i kam njohur aty brenda. Jonidën e kisha dhe e kam këto. Me cilin nga banorët aty nuk je ndjerë mirë? Me Indrin. Patët një konflikt, debat? Edhe me Gresën, se harva ta thoja. Jo konflikt, thjesht nuk më pëlqenin shumë këto, ndryshonte shumë, edhe fliste në përcepa, gjëra që unë jam tip që kam diçka të ta them në fytyrë. Nuk jam tip që t'ja them dikujt tjetër, mos ta them ty, të bën thashë theme. Edhe Gresa pasi dola kishte thënë disa komente për mua që s'pëlqyen shumë, se pointless. Po ke atë opinion, hajde ma thuaj në fytyrë dhe flasim. Në përcepa, si skutha, I don't like it. Si t'janë dukur çiftet që janë krijuar brenda fermës? Fake. Pse fake? Nuk ka fare flirt, pëlqim mes tyre? Vanesën e shikoj që është vërtet i pëlqen Indri, por nuk mendoj se Indri ka ndonjë interes tek Vanesa, kurse si. Indri që në fillim kush gotë si dilte përpara nga ne, me ka hapur. Shikoj një shkëlqim tek syt. Ajo ishte loja ati, ajo atë kërkonte Indri. Kërkonte një gocë që t'i shkonte mbas avazit dhe të krijonte një lidhje, të bëjnë një dasëm në fermë. Ti vetë ke pasur në një flirt, në një pëlqim që nuk u vure nga publiku? Po të kisha flirt, unë nuk është se single jam, nuk është se nuk do e zhvilloja si gjë, do e zhvilloja po të pëlqente dikush vërtet, sinqerisht. Nuk më pëlqeu, kjo është problemi, do doja dhe unë të pëlqente dikush, why not? Të ka zgënjur dikush pas daljes nga ferma tani që ishe nga jashtë? Zgënjim fjalë madhe, prisja komunikim pak nga tenim, duket sikur i ka ngel pak hatri, nga që dolëm bashk, por nuk e di të vërtetën, thjesht nuk është se kemi pas një komunikim e to. A mendon se disa banorë kanë luajtur rol për kamerat, kush të duket që është më fake? Po tjetër, shumë. Prap tek Indri. Me Indrin e ke Indri ishte kapur. aktor, po është të vërtet, është atë opinion kam pas që në fillim edhe I stick to it, sepse shikoj që vazhdon. Gresa gjithashtu nuk më pëlqen shumë niveli diskutimit, i bisedës. Kush të doje ti ta fitonte? Moza. Që kur kam dalë në stage, pa parë se që bëhej për Mozën jashtë, unë Mozën e dua shumë, është shumë e mirë. Ndërkohë një debat me tone shumë të ashpra dhe me një gjuhë shumë të ulët është përdorur në televizion, sikur më përpara. Si t'u duk dhe pse mendon se ka degraduar shumë niveli i komunikimit në atë pjesë? Po flet për rolën më duket. Po, nuk më erdhi mirë. U mërzita shumë për rolën të drejtën që më duket sikur doli pak nga vetja, çiksi shumë. Do thoja pak e llastuar edhe iku Adi, pati një reagim të tillë, edhe fjala
Okej, Moza e tha si e tha, nuk bëri mirë që e tha, por është autore pak më ndryshe gjërat kur e thot Moza dhe si e ka thënë Moza. Mënyra se si e tha Ola nuk ishte fare e këndshme dhe kujt ja tha. Arbana nuk është pjesë e lojës. Nëse do kishe mundësi të riktheheshe sërish në lojë, çfarë do ndryshoje? Çfarë do ndryshoja? Unë nuk do ndryshoja gjë, thjesht do kisha pak më shumë kohë që të tregoja veten. Kam qenë çdo 3 ditë nominim, pak e parehatshme sepse ai stresi që something is gonna go on, diçka do ndodhi, ose unë do iki për 3 ditë dhe ishte si mbi gjëmba, gjithmonë, se shumica e atyre aty kanë qenë ndoshta një herë nominime dhe nuk është se kanë qenë çdo herë. Por nuk është se do ndryshoja diçka, unë kam qenë shumë aktive, tepër aktive, nuk e di se e kam parë, nuk është se kanë dalë shumë gjëra, por do t'rregoja më shumë nga vetja ime. Unë jam shumë ndryshe nga të gjithë atje brenda. Dhe mendoj se do t'rregoja anën time të vërtet, siç e kam treguar. Nga 1 tek 10 sa mendon se e shijove? 10, 100%, maksimale. Shumë. Ndenja me ata që desha, nuk ju dhash kënaqësira njerëzve që nuk e meritonin. Kam pasur ngacmime në muhabete shumë të ulta, po do të kemi muhabet të bukur, të zgjuar, të mirë, që ke qejf ta dëgjosh, po, kam pasur me disa persona aty brenda, po muhabete kështu të ulta që asnjëhet as me prindrit e mi nuk i bëj, me vllajin tim në shtëpi nuk ka shanse, nuk e bëja aty për show, se nuk është show ai për mua. Rafaela si përshkruan veten me 3 fjalë? Shumë e sinqert, fair, prandaj dhe emrin e kam Fairfax. 3 fjalë. Kjo më erdhi kështu sepse këtë e di që dhe ma thon shumë njerëzit edhe vetë e di që e kam. E drejt për drejt, shumë e drejt për drejt, nuk nëse diçka s'më pëlqen, ta them direkt, nuk ruhem ose të rrit mendoj t'ja them ose t'ja them. E treta është që kam manners në anglisht, në shqip më duket se është parime. Po, kam shumë parime, I stick to that. Jam rritur e tillë dhe nuk mund të ndryshoj, jo për një show, po për asgjë. Nuk di të ndryshoj. Di të jem aktore shumë e mirë, po jo aktore banale. Rafaela, faleminderit që u bëre pjesë. Shumë faleminderit juve, ishte kënaqësi.